kom njofë si kur ka qenë e vogël. Apo? Po, kështu se kom mendu që gjithë më ka shku mendja, atin më bo nuse për djallë, po se të isha kur të rritet kjo që ka di, që ka bëhat, ose djallin mendin ose kështu. A djalli ku më ka të regu edhe më ka thonë mami po më pelqenë që kjo qikun edhe në moment edhe dëshira ma madhe imja ka qenë, ajo shumë është e vërtet. Ama unë o konë personi parë që i këm pas shkru mas parë i Flauresës. Apo, okej. Që që pite Flauresti? Ende mesazhet, Bilune shumë shpesh ja përmende, se unë i postojsha foto. Unë i postojsha foto dhe më shkruj ke kjo inshallah mbohesh re. Edhe tash ja përmendi. Pas ka manifestu e mençme zënë. Tash ja përmendi, thonë ti më ki dasht më shumë. Mandej pas shkrimeve, kur u takut, a mbani me ndoj detaj për i takimit juj, ose a kishe me siklet, Flauresa, se për vajzat është pak më sikletshme kjo pjesa, edhe pse duke që të kanë mirë prit. Me të regu drejten as pak s'ka qenë për mua sikletshme, unë jam një person i tillë edhe për herë të parë, kur i kom taku, i kom prit të 2 vjerin e mi në shtëpinë e babit tam, edhe ka qenë i takim mes 2 familjeve, për këtë arsye ka qenë edhe ma lehtë, po pa tjetër që besoj u kom pëlqy. Mu që më ka pëlqy të Flauresa, ditë kur jena shku të familja, sikur ti që shi ullë shtu në drejt, edhe adin besedoj kësë kur më konë shumë letë shtu edhe shumë ka pëlqy që ajo mirë pritja e saj edhe të folnit edhe e lirë që ka qenë shumë e neve. Pra nuk ka qenë ndrojtën, pavarësisht që janë taku familjet për herë të parë, që zakonisht perceptohet me qenë e sikletshme.